Me neve për në studio, si që thash ma herët, do ta kemi një profesioniste të mësimdhënies, edukatës, Mimoza Bituqi. Mimoz, mirë se erdhe. Mirë se ju qeta. Mas pari, s'pëdija me të kërku falje, po t'i zgjosh herët, s'ka nevojë. Po, do më thone, je mësune më zgju herët. Ja, për mu tasha mirë dita. Mirë dita, mirë shumë. Mimoz, që shpëndin jeshtë të në studio të na? Po, mirë, dhe na që shtot jemi mësu, për shambull, dhe aty në qërë dhe që aty kem drejtorën, vjeni prenda, ashtu vjeni inspektor që nelë se... A, po vini inspektorët, a? Po. Ani, mirë shumë që përbi kanë. E kry kam punën. Po, Mimoz, mradh parë, falenderoj shumë që ke ardhe, di që e kilon fëmit, i kilon aty rrah, po me siguri keni edhe mësimdhënës tjerë, as për atonë. Po mirë. E qëta shënë mirë. Edhe po besoj që keni pas, për ndryshe edhe fëmijët e mi kanë qenë pjesë Enzo ka qenë pjesë e qëndrimit ditor. Qëndrimit ditor. Po, Enzo tash u rritu, po më masë une. Po, shihem ke. Tash une du marë qëndrim ditor. A ndodh dhe e Mimoz me ardhë njerëz ma të mdajnë qëndrim ditor, me tonë, s'po kom komandajnë. E kom shpin lërgë. Dua për kujdesje. Vit flaj një orë. Ja, në qëndrim ditor s'ka me flaj në gjumë. S'ka, duhet me pas aktivitete. Mimoz, jemi këtu së bashku, të emisioni jonë edhe i krejt dëgjuzve, ama mirë këtu atje, që të flasim për kampin që jeni të organizu. Veror që jeni të organizu. Po të fjallë për një kamp veror. Në super ide, unë lexim parë, do më thonë, më ka fasionu si ide dhe si iniciativë. Edhe po jam shumë kurioz me pa ç'a ndodh. Na tash që sa vite që të merrem me qëtë punë dhe të ditë zhvillimin e fëmijëve, ke menu që mundë me shfrytzu se Potoki është vendindja babes tamë. Edhe e njohim si lokacion. Aty lokale që Potoki Molliq, po. Potoki përdej Molliq, përballë një vakacit. Po, sa është edhe Potoku i Atje ku hat pesh. Po, tash pa hyrë më sot. Ja, i qata pasu për ideja. Po. Edhe? Jo, aty vendlindja babes që ato lokale që janë në Kushëri, do më thonë na jemi një mjedis si familjar, edhe kom menu që unë muna me shfrytzu, që shfrytzojnë ata me lokal, për shfrytzoj edhe për fëmijë. Normalisht. Edhe e njohim si lokacion, ta shihet e lokali, shihet veç një pjesë, është që ngjitja në përmal, kanë bo tavolina, kanë bo karrika në përmal, ka si strehimore, ka vend ku me pjek. Është pjesë pyjore, kryesisht me gështenja. Po, me gështenja, po ka dhe një pjesë me pisha, mirë po, ma lartë është një pjesë që mundet me pushu. është me gështenja po si livat. Po shumë. Edhe veç me marë fëmijët me cilën e përmal është mjaftueshëm. Atëherë me mundu me nxjerr tema shka lidhen me që mundë me zhvillu atë. Atë qëllimi kryesor konë fëmijët me largu prej telefonit, prej teknologjisë edhe me lidh me natyren, se veç lidhja me natyren është shkarkimi i energjive. Sigurisht. Dhe më përpara që kur ka gjujt trofeja, e kanë shti njërin dhe si ja kanë ngre energjinë. Edhe neve na shkarkojnë energjitë, edhe fëmijët tu po teknologji e kështu të ngarkojnë energji që s'din me i kanalizu. Edhe në lidhje, herës ditë, një tokëzim. Po. A është ky edicioni i parë? Po. Është edicioni i parë. I që sajnë atyre, na kem bo paka shumë, po qështu të komplet, për me konë ma ndryshe dhe mu këthy njëtën primitive, s'kemi bo. Sigurisht. Unë, para se dalim të plan programi, se shka përmban, shpeshere hasa fjallën e bashkëdhetarëve. A i dedikohet bashkëdhetarëve kryesisht? Apo edhe fëmijëve lokal? Apo pikërisht aty që ndronë e bukura e shkëmbimit mes fëmijëve lokale dhe atyre që vinë prej diasporës, po tash ty pas familjar tonë diasporë më doket që i largojmë, ata janë bashkëdhetar tonë. Jetojnë diku tjetër. Pjesë e jona, bashkëmangshme. E fëmijët e tyre nashta nuk e kanë vendlindje këto, po kanë vendlindjen e babes. Edhe vinë edhe i mësojnë vlerat, loja tradicionale që i bojmë na. Edhe ata na mësojnë edhe diçka, se kur na vinë edhe në kopshtën e qendrëm që vjen një fëmijë i bashkëdhetarëve për më ndajt një kohë caktune, na pyesim atje për shembull takim mëngjesit, ç'është bëni, edhe ata na ndojnë përvojat e tyre, na nashta edhe i marrin përvojat e tyre, kur na përshtaten, edhe për që ata kanë bërë që me kundërlidhje. Fantazi. Si ide shumë e mirë, po ç'u lindi kjo ide, domethënë përveç normalisht natyrës, përveç a patët ne komunikim me prindër, me nxënësa që me t'jap dikush edhe një ndihmes, me thonë po bëne se shumë ide e mirë. A di qysh, ona mendoj që i njoh fëmijët më mirë se
shumica, se ton ditë jam me fëmijë, edhe di pak a shumë shka, edhe kanë qef, edhe shka ju nevojitet, edhe ty bazun që ato, që ashtu, edhe kryesisht shka do që kon bo, kon qëllimi që atë. Do më thonë, kjo është që e qitëm atje dhe në dalje, në televizion, Drin Natur kam pa, qëllimet e kampit. Drin është e Drin Studios, do më thonë kjo s'është për i zgjimit, po është për i Drin Studios që kemi në hotel. Si për asaj Drin Natur, atëherë se është natyrë. Drin Natur kamp. Qëllimet e kampit po thotë të fuqizojmë lidhjen emocionale, të krijojmë një hapësirë për fëmijët, të promovojmë identitetin, të ofrojmë një mundësi të veçantë për me shpërndarje, të ndihmojmë në zhvillimin e vetbesimit, që të gjitha pikat po më pëlqejnë objektivat e kampit, edhe këto këtë fletushkat. Kjo pagesa kem bërë edhe pagesë ditore për shkak që njerëzit janë të organizuar në përpushime. Mund me ardh veç edhe ditore. Kam programin afërsisht se tash rutina ditore, koha ushqimet e këto nuk është që i kemi paraqit hala. Edhe pak a shumë kam dashur që me pas një harp konceptit çysh ka me shku, cila ditë mundet mi pëlqy, cili aktivitet mundet mi pëlqy. Mandej e don çfarë ditë. Edhe cila është grup mosha Mimoza? 6 edhe më lart. Prej 6 deri në 15 me siguri. Po se besoj 15 që se këta kur ti bëjnë 13 e kështu të fëmijët nuk është që ne janë rahat me 6 vjeçar, po. Edhe nuk është që nashta kanë qef shumë malin. Po. Atë kryesisht na më ndiku më ndru pa kulturën fëmijëve, që më mësu me disa gjete, çu bëhet ngjyra, me punime, me ekosisteme, me. Domethënë jeni staf i madh Mimos? Jemi mirë, po. Jemi për çdo kamp kemi profesionalist fushës që ka marrë në shpjegu, edhe kështu kemi na kanë e vullnetar, edhe Flor Tarani ka thonë që vi pa tjetër. Edhe jemi mënu edhe të edukatës fizike, edhe të shkencave të këtë një ndërlidh bashkë që fëmijët me përfitu sa më shumë. Po cilat kanë datat? Datat do më thonë fillon për 7 korikut, atë është 5 javë rasht, dhe me 8 gusht, me 8 gusht për fundit. Pandërpreri, apo? Jo, është një kamp, një temë. Edhe për shembull dikush e do një kamp, dikush e do një ditë, dikush i do 2 kampe, atë varësisht ka i pëlqen. Unë me paraqit sa më hapun që me edhe temat që janë, edhe aktivitetet që kanë më zhvillu. Që për me ditë qysh mundet më pushtohet. Po, dhe po se mundësinë e zgjedhjes. Varësisht fëmia qysh kanalizohet. Biodiversiteti ato, po ku e gjen veten, për shembull se vjen e provani pushtohet vazhdon. Po mdoket Mimos kanë edhe me flajt ato apo? Jo, na jo. Do të thonë na çto shumë mirë ide që Elena, në qendrim jo mënu për me lecu prindve për shkak se po toki 20 kilometra. Edhe për mos me pas problemin me sjell në qendrim ditor i sjellin fëmijët. Na i dërgojmë në potok. Për atje jetë na i sjellin prap fëmijën në qendrim ditor, prindi vjen me 4:30. Me flajt ide jam tut. Me marr përgjegjësinë ashta me koka dal se është përgjegjësi pak më e madhe. Domethënë është kamp që zgjat, po është llogaritet si kamp ditor. Me të njëjtën qëllim që keni qëndrimin ditor. E cila është infrastruktura e kampit Mimoza? Domethënë a ka hije, a ka tavolina, a ka shezlona, roshtil, vend zjarri, vend uji. Ka tavolina dhe karrika, ka hije, ka tenda, ka roshtil, do më thonë kemi me përgadit skor, na falë. Kemi me përgadit ushqime edhe aty, kemi me shku edhe me ushqime qysh jemi rrit na, ose ata ma djetër se na, për shembull i copë buk djatë patligjën kastravec, adin edhe me dole. Edhe ma shëndeshme, po. Po, me fëmijët me përjetu edhe një jetë që se kam provu në përdiqëmëri. Po, për shkak që është... Që mos brezi i sotshëm, i fëmijëve. Për shkak që është moti pak i nxehtë nashta që ato ditë. Po, është hije. Ka hije. Po, ka hije shumë, ka hije dhe aty, ka hije, po e kem hije dhe manal. Po. Aty, kur të kalon restorantet, ka rruga tjetër, në gjitesh lartë, edhe ma lartë është një tyrbe familjes tonë. Aty është ndërtune për mysafir, është ndërtune me hije, me tavolinë, po. Me tavolina, na i patëm dërgu se dia ka qenë në zonë herë me mbledh gështënja fëmijë me autobus komplet, edhe kur të ishin fëmijë gështënja të ishin i riçi. Po desh kemi u shpjegu fëmijëve, a mojën knoq, edhe kemi lënë të lirë në formal. Piskatëshin, knojshin e thërshin njëri tjetrin, adhe shumë janë knoqë dhe kanë qenë për parashkollorit edhe krejt shkollarët, adhe dhe të vegjel, po shumë mirë.
Me pas më këty edhe herë në fëmijëri. Me marrë pjesë. Neve si fëmijë na kanë mungu këto aktivitete, këto gjana. Neve në herë na qeshin në shëtitje dhe ato duke me kërku vetë. Kur saroj, dojmë shëtitje, thonë para vishte, dojmë këtë klasa. Edhe silloni mirë se s'ju çojnë shëtitje. Hajde na çojnë shëtitje në 15 minuta që aty, thejtash në shkolla. Domethënë ku me marr mi kthy edhe na dhe një herë këtë. Mimoza, mu me diskutu edhe pakës për ofertën e çmimeve që janë. Domethënë, këto janë? Po, këto janë çmimet. Pagesa për një fëmijë, nëse ki vetëm një fëmijë 70 euro. Nëse vjen edhe fëmia i dytë ka 60 euro. Domethënë një javë. Ditëve, tonë martë. Po, e hona martë dhe të premten. Për çdo të premte e kemi ekskursion, po nëse temperaturat janë të larta e nuk mundem me bo të shpela gatime skulla dhe me ashojt, i kemi caktu ko. Po nëse nuk mundem me realizu, atëherë mundem me shku një pishinë. Dhe më thënë që të qysh e premtja është... E premtja është aktivitet, është aktivitet, mirë shumë. Dhe më thënë, për ata që kanë një fëmijë, e kanë pagesën një javë, po dhe pas ka dhe pagesë ditore. Po, edhe ditore, për shkak për shembull diku i pëlqen me shku të shpela gadimes, edhe do me sjell vetëm për çfarë ditë, për shëtitje, për ekskursion. Edhe qëtash kemi bashkë bisedu, po halo si kemi vendos, se nuk i kom ditë që ka kajak në Gjakov, nashta aty keq për mu, po si kom ditë, edhe për me qu fëmit edhe në dëndrem. Mirë shumë. Edhe kryesisht domethënë kanjoni i Drinit është ai ideali për ushtrimin e kajakut. Se edhe rrjeta lumit është i qetë. On të kqyr ujë mirë, të kqyr më largë në atë çto afër. Për këto informacione do shuna vetë në sporteve ekstreme. Do kemi edhe një 7 kurriku, 8 kurriku, 9 kurriku, 10 dhe 11. I pas kemi edhe... Për çdo ditë janë aktivitete ditore, cilat kanë më zhvillu. Hyrja në botën e natyrës. Po, se kjo është natyra dhe biodiverzitet. Po. Tash fëmijët kanë me mësu. Pa të ecin rrugës, për shembull, sa gjethet, çfarë lloje gjethet, çfarë druri është, bimet, insekte çfarë janë aty. Atë me çto kryesisht mu lidh komplet me natyrën. Një prind ka pasur një herë mi 2 sene dush me mësu për me qenë i lumtur. Me lidh me natyrën edhe me lidh me kafsht. E kapin problemet, e kapin ngarkesat, edhe ai del natyrë dhe këtë harron. Po të është i lidhur me natyrën, edhe me kaftë ashtu. Atëherë, na për fillimit e kem pasi qëllim, atë bële me i qi diku, po nashta edhe përvoja jame që jom kohën e lidhne me natyrën edhe që jom rrit një vend ku çmohet natyra, atëherë u kon çdo herë që për ne brezat të kalum kjo ka qenë domethënë mënyrë jetese, ka qenë lifestyle pa shmangshme, për brezat e ri vërtet është shumë shqetësuese. Që prandaj betonizun, edhe përshihet që edhe beton ka të qyrë. Edhe të digitalizun, të elektrizun, edhe super stresun. E pashmangshme, me moza si deri në momentin që po flasim, si qëndron interesi i fëmijëve dhe familjarëve? Po, vetëm që na e kemi numrin e limituar, nuk është që pranojmë shumë fëmijë, për shkak se duhet me marrë përgjegjësinë për menaxhimin. Aty nuk mund me marrë numër jashtë kontrolle që s'mundesh me menaxhu, e numri është i limituar. A ka vende të tjera apo më? Po, ka. Dhe vende të tjera janë 5 kompe në dispozicion. Po, dhe akoma jemi herët. Po, unë llogarita 7 kurrikun për shkak se tash fëmijët e përfundojnë shkollën edhe të heken një herë po shkojnë pushim të rinë pak në shtëpi ashtu, mandej mendojnë për një aktivitet. Atë nuk më dash me bo me një herë një kurriku. Interesant, mu po më pëlqen shumë, po më pëlqen iniciativa edhe veçëm të mendu për fëmijët e mi. Normalisht, për me i pru aty edhe me bile di javën e kam kryne. Dhe me thonë, edhe njerë, vinë më mëngjes. Edhe kthehen mas ditë. Transportit të përfshim. Edhe kur kthehen të lodhen direkt në gjumë. Nuk ka. Edhe në gjumë janë qetë. Jo, janë në shkollë. Se prej në nuk flajnë. Jo, po thëmë për flasë për gjithë fëmijët, jo veç për fëmijët e mi. Po janë qetë, ata flajnë edhe ashtu. Po që kjo është gjithka në për bote, gjithka në për vende, zhvillohen këto kampe. Edhe neve veç aty po ata inspirohen për i tjerëve. Po, ka nisë tash me u bo edhe si trend, po kjo me flejt e natyrë kjo kish me qenë dhe ma mirë. Po, nashta vitin tjetër. Po, se di, si përgjësi për shkak që tash edhe fëmijët alergjike, jo insektet e ashtu që shumë mirë, Siguria do të me qenë ma ndryshe.
Interesant shumë Mimoze. Urime për këtë iniciativë, për këtë kamp. Arbjesa pranojnë ty ajo? Thashun me pas më kthyja dhe një herë. Po nëse unë në mënyrën e jetesës e kam të tillë. Unë deshte pa deshte, çdo ditë jam diku në natyrë të u marr me sporte pak më ekstreme. Nuk ngaj mas topit, ngaj mas malit. Mimoze, po am këtu edhe një herë aktivitetet, po diçka çka më dogsh që ka mangësi. Po. Është inkuadrimi edhe i ndonjë vizite kulturore diçka aty në kamp, për shembull, në një grupi arkeolog vegjël, për teatr, po patjetër. Po, unë thash vetëm është një farë harte e konceptit, për me ditë që është, nuk është në detaje. Se aty të lajmërimi i parë, të do flet është për çdo javë ekspert fushës. Po. E që aty e kem përfshi për Mande shembull. po të ekspertët e fushës, po. Se që tash tu po, edhe ty po, se sa ma shumë që lexon ti shem angësit, njëherë doket që ke bo punë që sa ku merro doket çfarë punë bune. Kur t'hen me lexu, atëherë shet. Edhe na hala kemi kohë për plotësim, edhe në vazhdimsi besoj që ka mundësi për me shku të përmirësu. Faleminderit shumë për idenë. Amo na jemi të hapun që çdo kush që ka na ide që mundet me na ndihmu, që ndihmon fëmijëve, që kontribon te fëmia, për me na jo. Bukur fort. Kampet e aktrimit sigurisht janë një prej formave më të mira të zhvillimit të lojës, të instinkteve, të shqisave për fëmijët dhe mbi gjitha të socialitetit mes vete, kështu që çata edi që kampi i dytë është art dhe krimtari, edhe aty ka vend me një herë që mundet më bo. Mirë, Mimoz, po më intereson për gjithë prindërit një mesazh. Pse duhet mi pru fëmijët në kamp? Edhe një mesazh, edhe një herë pse duhet? Unë edhe në fillim thash, ngarkesat, teknologjia, që përthu betoni, ashtu të krejt fëmijën e ngarkojnë edhe emocionalisht, edhe ngarkojnë me energji që sun e kontrollon, që sun e kanalizon. Atëherë fëmija është sikur i shqetësuar dhe pa vëmendshëm. Nëse fëmijën e kthejmë natyrë, edhe bën tokzimin, edhe bën tokzimin, edhe mësohet me lujt me fije të barit, atëherë ka më shkarku edhe ka me qeni vëmendshëm, edhe ka besoj qeni më edhe për zhvillim, edhe për rritje, edhe për me mujt me mësu ma mirë. Edhe është një experience këtë ndryshe pa mësim, pa detyra. Ade është e lirë që me bush ka donë, se të ndokut edhe presioni tepër, lexo librën, bëna detyrë të fëmia, po është si demotivim, se atëherë mendon që ka bën për të mirë tonën. Momentin që fëmia lihet i lirë, ai vetë zgjedh rrugën. Mësuarit përmes lojës, padyshim që është një prej formave më të mira të mësimit, që ngel. Po, ta shkenca që ashtu po thotë. Po, ngel edhe memorje psiqike, po edhe fizike, muskulare, emocionale, kështu që padyshim është forma më e mirë të mësuarit gjëra. Po i lidh këtë fushat bashkë, estetika i lidh këtë fushat bashkë. Menduin vizuale, prekje edhe formohet. Sano, një dëgjuese jona po thotë përshëndetje për edukatorën edhe Arbjesin. Po a bën edhe unë, po thotë si unë bo si fëmijë. E po bëj ke njëri fëmijë. Edhe po bëj ke thotë njëri fëmijë edhe në një moshë. Sano pa problem. Veç inshallah nuk shkojnë nerva fëmijët, mas e mu që mi rreti fëmijët një piskat. Ja, Sano ashtu, jo. Po thon pa hir me spjaqë. Mimoz, falenderojmë shumë që erdhe. Faleminderit shumë që faleminderit që ke bërë këtë iniciativë dhe që vazhdon me punu edhe me kontribu. Unë personalisht kisha pas shumë qef me qenë prezent. Qofti ditë me pa çfarë ndodh. Pra na shkojmë kjerën e kemi, shkojmë aty. Po premtojmë që nëse ndodhem në Gjakov gjatë aty në datave pa ardhur nuk e lo. Po jeni të mirëpritur edhe na bëhet qefi shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Mimoz. Faleminderit edhe i bëj edhe unë apel gjithë prindërve që kanë angazhime gjatë ditëve të verës edhe që nuk dinë ku milon fëmijët, që pankëveror shumë i mirë, i cili i mirë pret. Edhe fëmijët kanë më ndoshëm kënaqur, kur të vinë në shtëpi kanë më qenë të lodhën për natyrën, se natyra të hep edhe një lloj lodhësh pakës, edhe flajnë më një herë, edhe me nxi presin mos zhuni se më shku prap. Kështu që rrini me neve ditëve në vazhdim. Faleminderit shumë Mimoz që ishe. Faleminderit Mimoza. Shihemi nesër me gjëra të mira, me gjëra të bukura. Ama mirë këtu, atje. Shihemi